Shqipëria është në play-offin e botrorit për herë të parë në histori, së bashku me Shqipërinë, edhe Kosova ka marrë një arritje po kaq të madhe, teksa rëmbeu vendin e dytë në grup, duke lënë pas vetes Sloveninë dhe Suedinë. Për fatin e mirë, nuk do të kemi një vllazërore mes Shqipërisë dhe Kosovës në play-offin e botrorit, duke parë ambicet tona të mëdha dhe faktin se jemi për herë të parë në histori kaq larg, do të ishte mëkat që rruga e Shqipërisë apo Kosovës të ndërpritej në një ndeshje direkte në vllazërore. Kjo nuk do të ndodhi as në fazën gjysmëfinale dhe as në fazën finale. Për të shpjeguar edhe një herë më qartë, Shqipëria dhe Kosova duhet të fitojnë kundër dy kombëtarëve për të marrë biletën e botrorit. Ndeshja do të jetë teke dhe jo me sistem vajtje-ardhje. Zyrtarisht, Shqipëria dhe Kosova ndodhen në vazën e tretë, ndërsa do të përballemi në gjysmëfinale me një kombëtare të vazës së dytë. Në vazën e dytë gjenden Polonia, Walesi, Çekia dhe Slovakia. Pra Shqipëria dhe Kosova do të kapin nga një kundërshtar në gjysmëfinale nga kjo vazo dhe do të luajnë në transfert për biletën finale. Për shkak se ndodhen në vazën e dytë, kombëtarët e tjera janë të avantazhuara për të zhvilluar atë tek ndeshje në shtëpi, por këtu kemi një lajm të mirë me ndarjen që ishte supozuar më parë. I ftuar në MCN TV, Debiazi tha se uronte shumë që Shqipëria të mos përballej me Irlandën në fazën gjysmëfinale, pasi ky kundërshtar do të ishte i pamundur për ne dhe do të kishim shumë pak shanse në një ndeshje të tillë dhe jo pa të drejtë. Pasi nëse shihni përbërjen e Irlandës, mbrojtja e saj është e një niveli të Premier Ligës, me lojtarë që kanë shumë cilësi teknike, por të kombinuara me një forcë fizike që është e llatarshme. Për fat të mirë, kjo përballje është evituar për ne në gjysmëfinale, pasi Irlanda ka zbritur në vazën e tretë, por njëkohësisht edhe në fazën finale nuk mund të ndeshemi kundër tyre. Me Çekinë, Poloninë dhe Walesin kemi luajtur në të kaluarën dhe kemi dalë mban, duke fituar nga një herë ndaj këtyre kundërshtarëve, ndërsa edhe me Slovakinë do të ishte e favorshme duke parë nivelin e vështirësisë që ndodhet në këtë moment. Ndërkohë ekipet e vazës së parë, Italia, Danimarka, Turqia dhe Ukraina do të përballen me ekipet e vazës së katër, ku ndodhet Suedia, Rumania, Maqedonia dhe Irlanda e Veriut. Pra nëse Shqipëria dhe Kosova do të fitojnë në gjysmëfinale, do të përballen me një nga katër fituesit e këtyre çifteve, por duke parë emrat që ndodhen në vazën e katërt, nuk do të ishte në një çudi e madhe që nga vaza e parë të kishim ndonjë eliminim të parakohshëm të Italisë, Danimarkës, Turqisë apo Ukrainës. Sa i përket ndeshjes finale, fusha do të vendoset nëpërmjet shortit për të kuptuar se kush do të ketë fatin që do të presë ndeshjen në shtëpi, dhe këtu nuk përdoret me avantazhi i pikëve të grumbulluara dhe vazës së ndodhur më sipër. Kështu zyrtarisht konfirmohet edhe fakti se Shqipëria dhe Kosova do të luajnë në transfer në ndeshjen e gjysmëfinale, por mund ta presin në shtëpi ndeshjen finale nëse do të arrijnë më tej dhe nëse do të kenë pak fat në short.